Më kuptoj që nuk të shërben për shumë të jesh i freskët. Si? Së të shërben për asgjë të jesh i konfuzon më shumë. Jo, mirë, po. Nuk e një fanën tjetër të për shumë. Unë për shembull po flas nga vetja, kur erdha, nisi çdo gjë nga zero këtu. Nuk mora bagazh nga jashtë në kokën time. Kështu duhet nisë, po e nisë gjasme me bagazh nga jashtë. Siç po mundoj me bojozi me ëmbrën që kanë humbur fare tash. Se kanë menduar që do vinë me një strategji, kanë hyrë këtu dhe ngelen edhe herë. Jo, e kanë kapur aty ku e kanë lënë. Është logjike. E kanë kapur aty ku e kanë lënë. Jo, kanë menduar që po e kapin aty ku e kanë lënë nga jashtë. Jo ku e kanë lënë kur dolën. Kanë pa nga jashtë, kanë menduar që po e nisin nga aty, po jo, nuk e nisin dot nga aty. Po kontradikta kjo është. Mënyra kontradiktore për shembull e Jozit është kjo që e ka lënë shtëpinë në një dinamik, detyrimisht kur hyn duhet të kapi atë dinamik. Por truri nuk zbrazet dot me çfarë ka qenë kur s'ka qenë. Po ato e kanë turbulluar ata, kanë konfuzuar edhe më shumë. Bravo, atë po them, kjo është kontradiktoria. Ai ka menduar që do e ketë në avantazh atë, po ajo të bëhet edhe disavantazh këtu. Në shumë momente. Ti nuk e di se ti nuk e ke përjetuar si gjë. Unë e kam përjetuar, e di ky po. Po. Prandaj kom zgjedhur edhe unë ta nis nga zero këtu, dhe t'ja nis nga muhabetet që jo, normal, po. Po gjithsesi është problemit e ti Xeni në këmbështrimin tim është që ti e ke nis te muhabetet që fliten brenda dhe po e vazhdon te muhabetet që fliten brenda. Nuk po bën ti vet një muhabet. Merre si kritik, mos e merr do më merr si opinion dashamirës. Ti faleminderit. Se cili ka strategjinë e tij të lojës. Ti faleminderit, po ndrish. Tu brenda. Ktu ke ditën e 60. Tu ke Gertën, është ditë 77 nesër dhe më thuaj kush është. Ditën e 7 kam ardhur? Nuk e di. 56 më duhet ishte për ju. Sa ke 19? 20. 56. Tu ke Gertën, është ditë 77 nesër dhe nuk ka, domethënë kapet me çka bër Xeni, çka bër tjetri, nuk ke një... Ti zgjodhe një mënyrë tatën që ti vish të shëmosh njerëzit pa i njohur, pa i bërë. Jo, e ke gabim, s'kam bërë atë, Xeni s'kam bërë atë. Po, ashtu deshe ti protagonizmin. Ashtu e kuptove ti, bravo ashtu ishte se sa hynë natën e parë, hynë sulmove gjithë njerëzit e mundshëm. Pa të bëhen asnjë gjë, se bëj dot tash. Pasi muhabet, i diçka i situatë me lehtë, si ta sulmoj për çaj ka bëu aty. Jo, ke shumë gabim. Mirë, tash ti përcakto të zona.